Dëgjues të Radio Dugaxhinit me mbroma dhe mirë se vini në orë studio me mu Fesionikun. Radio më mirë në vend, kudo që po na dëgjoni, në vetur, në aplikacion, në YouTube, në Spotify, në shpajz, jena sonte me orë studio me mu Fithën, për mas e kom edhe DJ Enzin, shout out të DJ Enzin në ty. Para se m'ja u prezentu mysafirët e sotëm, gjithë emisionet janë nisë me kuriozitetin e jo të ditës për natës, se është natë. Për sonte kom zgjedh një kuriozitet që ka të bëjë me Kanye West. Në vitin 2021, Kanye West në listening party të albumit të tij në stadion, e ka marrë shtëpinë e tij të lindjes, ku ka jetu me nanën e vet, edhe literalisht e ka quajtur midis stadionit. Kështu që Kanye West, shout out to Kanye West, DJ Enz. Wait till I get my money right. Ja nëse me Kanye Westin, falenderit dhe Kate Juve aty më roba që jeni ardhur me na përkro, falenderit dhe trimit aty në kamerë gjithmonë ready. Sonte i kam dy mysafir shumë special, edhe mas dy shtymjeve për shkak të gripit ma në fund na erdhi. Me neve është Bejti edhe Buci. Përshëndetje Vici. Buci, falenderit që erdhe, Bejti. Falenderit që erdhe. E di që je pak me grip, bona pak hajgore, po na shtysh edhe sot s'di qa. Ja, veç për një me shumë keq që më kona. Një farë gripit i për. Një farë gripit. Po sillet një gripit. Po sillet një farë gripit. Para erëson. A beson bëc të në ditën se të vishpret që akur po më thirë në ajko shpijuve me më thonë, shtyje se jena smut. Kështë të thonë s'po vijen atë s'po di qa me bo. Sa be gji. Shka s'di pse. Pa s'po vijen Bejtia hiç. Si rrijet Bejtis me mua, është të vërtet. Për ndryve e kom një mini quiz për ty. Mu ishe me ditë kush e ka zoni kuj është në intro të Orë Studio. Trotuar studio. Të Orë Studio, të emision. Okay. Trotuar studio. Se më duk studio. si trotuar, them falë, sorry. Hajde. Falë që edhe vjerën. You are now listening to our studio. Our studio. Par zonit mire bashka. Ama s'pedi kusha. A në gjatë? Bot? Po në gjatë. Par zotin. Orë Studio. Edhe mu po mjeni njef shumë, s'poj me ditë kush o fix. Hajtë kalëzëm që të Personën në fjallë më ka thonë që mos me bo publike kur zoni kuj është. Në zgudzam me bo publika? Zgudzaj. Po Se? t'ja shëllaj shëtjo e bëj shumë publike. Mos është e jaj Allah. Ja, s'është e... Që E njerë... shaja të ka thonë, mos me bo publike nëse ja kësha qëlluan e pyqës ish bo publike. E këshëm fshi. Qysha kësha bo. Pyqja se egziston, a? Por në? Pyqja se egziston, a? U kry pyqja? Jo, eksiston pyetja, qërë se Po eksiston. hekot nëse ja qëllaj. Po hajtë qëllaj atë na hekum. Ja. Nejse, hajtë li. Për ndryshe, nuk është që dilni shumë në intervista, edhe në fakt është hera e parë që jeni bashkë, do me thonë me një intervist. Ja, vërtet. Ma sa vjetëve. Se ka shku që ka shumë gatë që ju dy, po bashkunani që sa vjetë, edhe hera e parë që po dilni bashkë me një intervist, Bejti. Po se di qysh që ashto nga më fes, one intervistat nuk është që jam a big fan of interview. Okay. Podcasti, është ma ndryshe, se është ma chill, ma easy going, po intervista më do këtë shumë musafer, edhe më unona gjithë mikë që atyneve, se di qysh nuk këtë që nina te për shlira, ashtot. Edhe onë menoj që fokus jam do të me konë kanga, po kupton, muzika, jo intervistat. So nësane që i shprejhe me muzik, i shprehin muzik, do me thonë, s'kam nevoj me dalën në çdo intervist me thonë e kum bo këta. Ma mirë me vepra, unë e thëmë se me fjallë. Okej. Që kjo është edhe arsyeja pse si jam dalë shumë në intervista. Ale pra falenderët që jeni ardhur. Falenderët Se për edhe ftesën. Bejtia ka thonë që është introverte me plot intervista, mo heq s'mo do, ke hera parë që për rina, nuk jebe introverte. Jam Ta e kanë përzime. gjitë. Ta kanë gjitë. Të thëna. Për para bigut, jam konë vëlla pak introverte, jam konë ma në bo tem kështu, ama tash, jam ma s'podi, në është edhe kontakte shumë me njerë që më ka rana mas. Po t'ka bo Ka më bo shliru pak, pak. dyqysh më shliru edhe Po. mos i marrë shumë senet ofër zemrës, ashtu se i kom pas veç do njerëz ma kryesor që kom nejt me ta, që kom një vetën te për shlirë, tash të qysh po kam pun me gjithkon. Edhe që ajo ashtam ka bo pak më një... Plus kur t'ja të me 80 kamera, ku mos më të hek. Tek edhe Introveriteti. Introveriteti. Boc, të folëm pak për ty,
Je ka gjama dhe në skenë, kështu si reper, si producent, ato Ma bënën... shumë rapa skenës në skenë. Ma shumë jem rapa skenës, është e vërtet. Sa vjetë të bënën? Tash buam me muzikë që ja kom nis gati 10 vjet në studiot e Trakla, sharat të Trakla, kur si 15 vjeçar, në fakt, kur kom fillu aty në studiot e ai. Edhe që aty në kon hapat e mi të parë, të Trakla atë Enis Presheva në studio. Okej. E mon men edhe ti, do me thonë që aty ka qenë ajo fillimi jam. Edhe mos Në fillim e kun si reper, si artist. Po, ma shumë si tekst shkrues edhe reper. Po. Freestyler në atë kohë, se për para u kon koha që jemi shty kështu, tamam freestyle, live, battles, se s'ka pas, dhe me thonë një kon të forume, në kon kjo Kosova rap, dhe me thonë ku njerës e shpreshin talentin e vetë, edhe u shtyshin me zveti, që aty të ke pa kush bën e kush s'bën. Kur janë isën me produs? Me produs ta shka gati që 6 vjet, se pa ta kry edhe shkollën për audio engineer. Edhe e kom qelë studion tem, edhe e kom pas një vizion për me punu veç me artista të ri. Dhe më thonë që ajo kom vizioni jam, që sot e kom rri edhe i kom qitë në pa, do njerë që unë menej që ja kanë blejt për me dole të kryen. Ka që jeni far Arsen Wengeri, i Arsenali që kon. Ani do të tregini për bucin atje. TikTok, që i bjen TikTok music? TikTok është e ardhmja, është koha, është metronomi, është gjithë çka të bëj me kohë edhe me muzikë. TikToku besa na pat villë stase. Unë e kom pas para TikTokut. Para TikTokut, bes nejse. Qa jo, është do me thonë fjalla TikTok. A i keni pa dit në do njëherë, pali, të e bo lajmë. Si na marrë në onë gjithësore. Moni, gjithë. Bej, ti pa dit TikTokin, asë. Boza e ma e mirë si producent, asë i reper. Pa mi dasi mi vra. Do me thonë, i kam dy palë që me nej që mëj me funksionu këgja mirë, për tash ma shumë e shovetën si producer. Mi jam qetë artistave anën më të mirë edhe mi shfaq mënyrën më të mirë. A më njësan interesant që jetu e bo, është edhe jetu e përdor këgja mirë AI-in, edhe më tregove që një kong toka, që është këgja virale, bile. Shumica në TikTok e kanë thonë Elvana Gjata, e ka bu për Florin, e ti më tregove që është e jotë, ja, unë kërse kësha ditë, do më thonë, është shumë mirë që për përmenëm, që me ditë audiencë. Ajo kong ka dalë, në fakt, e kom punu me via edhe me tekst, mas një me orkestrem, do me thonë me AI, edhe ka dalë, që është qysh ka dalë, e kom qitë në TikTok, edhe për një moment u pëlqy qatë shumë, sa që e kanë përdor njerës, edhe ka tinglu pa ka shumë si Elvana. Zoni si Elvana, sa? Po, nështë atë në gjyra e njejtë. Se di pëse se ka marrë qatë kongë. E, është shumë interesant se Dafina Zeqiri, po më duket që të kongën në gjane, e kish marrë prej TikTokut. Jo për TikTokut, ajo kongë është qështë njejtë, do me thonë është, u konë kongë e publikume. AI. Me AI, po. Po, e Dafina kish bot vetën, apo? Dafina e ka bot vetën, do me thonë, edhe njerës, në fond, e kam bëlqy prapë se prapë. E, a me rëndësi njerëzit me ditë që për shembull Buci është mrapa soja stani në veç kongë me Jo, nuk më intereson, qërë tash dënë producent a thënë jo, së është mirë, kjo është njëjtë si kur përpara, kur i kanë përdor samples, që kanë thonë, ej, që është përdor të samples nuk bën. Tani me një kohë, se ti dush mi përshtat edhe kohës, dush më kohë një update me qka do që del. Tani u bojën samples këtë për edhe tani u bojë, se sot këtë producentat punojnë me samples, dhe me thonë nuk ka ti producent është rrallë e hitë që punon dikush pa sample. Fix. Unë me nej edhe mas 5 vjetëve, 10 vjetëve, kjo puna e ojtë ku më konë shumë e fort. Që shu procesi që soj kongës që e bën ne a jep tekstin, jep vjetë melodike, ti duesh, edhe i fu graja. Po, mund është me vija melodike, mund është me thonë që të kënë nalë, kënë poshtë, mund është me bo... E ngjyrat e zonit but? Ngjyrat edhe ato mund është mi zgjellë, edhe ngjyrat e zonit. Okej. Dhe më thonë që kjo është e mira e qëti programit. E poshtë Lil Wayne-in me një intervist, falqën për AI. Edhe tha, no, I love AI, tha, mu më pëlqen AI, se muj me mujt edhe ato. Kështë qatë që fort, ja. Amo, shumë najtë që përmenun samples, se ka shumë kongë që jënë bu hit, që jënë me samples të kove të vjetrat, muzika të vjetra. Cila është naj kongë që ju pëlqen, kështu që u bo me naj sample, shumë mu po më kujtohet Kapitolit, Hatigje. Po, Hatigje. A konë që aja e para me sample, a ka pas edhe ma heret? Jo, ka pas edhe ma heret, po ndër para që ka bo kështu bënd të madhe, u konë po e Kapitolit. A kina një në menje, bejti? Unë e kom një temën djetore që këna e pa të marrë pisinën Vlasaliut. Po. Unë mendova se po më bëj syt. Po, e di. Që ato e kena refrenin e pa të mështi. E që shkën që kjo, a do një me vetë sinonën, a veç e mërë ne?
Jo, po, normalisht i duhesh me pyet jo sinonin, po njerëz që e kanë shkruar dhe kanë komponuar. Tek shkruesit po, edhe kompozitorët. Se zakonisht po. artisti është veç Autore. performues. E autorët janë tjetër send, domethënë. Që Okej. kjo është edhe javë që duhesh me marrë le pi autorëve, jo pi artistëve. Do të me pas kujdes pak me Jo, normal, se- sidomos në çet kohë ku po jetojnë. Po. Edhe në Kosovë tash kam janis me rregullu se deri tash nuk u kon kjo drejta autorit, ndarja e publishingut, po shoqër ja ka nisë këtu me funksionuar. Shoqër pak më shumë pare për juve. Pak më shumë parë për ne, inshallah. Okej, po shkojna me Let's performancën. Orna, Beti? Let's hope so. Let's hope so. Atë shpresoj. Po më kruhet diçka që ke dora majt. Okej, DJ Enz, po shkojna me performancën e Bucit. Jam keq. Jam keq. Qa kjo bët? Si më po mirë diçka ku vetë fundit gripi. Shkojna Buci live në Orë Studio, Radio Dugagjini, jam keq. Shpresojmë që bëhet ma mirë. Trunin me pushu, që atje ku nuk ka njerës, mës me dit kërkush për mu. S'ki nevoja, as me m'thir, as dit lindjen ma uru. Ke jet interes do me na my, deja vu ako ma ket, s'do n'vlau as motra. Për pak pare t'angull shoku e shoqja. Unë se kom dit, amo po m'bjen mirë që t'njofta. Zamrë ma thejër basha tër kur më dësova. Po më stanin darling, kalën dit e kalendari. Halo me suna ideali. Këj kujtimet po t'i fali, mrapa shpinëm shane, para ftyre marri krajnë. Menën që malin lojnë, po unë më t'elu i shajnë. E këto andra së një nalin, kalëzëm t'i ku je nis, më rëzum brejti me kali. Jam keq, kam nevoj me pushuma, zët për t'lut na trunin druma. Sa jem gjaldi, hajde thuma, sa t'munga je sa dhe dua. Jam keq, kam nevoj me pushuma, zët për t'lut na trunin druma. Sa jem gjaldi, hajde thuma, sa t'munga je sa dhe dua. Thuje tarasi, a veç mrekulli, unë keti kisha jeveq mu bo edhe njerë si fmi. Dikur me në besova që bota o plet me ngjyra. Ty u rrit e pashin njerës ti pas ka një shiftyra. Ama lëktëria sotit shumë pak sekonda jetën. Vjetre alen dhe përsen e shumë happy foto postën. Trupin lëmenimet velas qia për në tën. Ki mu pjaki se kuptën që veç pare t'jun të nuk bën. Ama sot s'ka kur gjë ish pa mani. Ajo malet a jep me Ferrari. Nuk je mo indi bavari. Nuk je mo indi bavari. Ua, çfarë teksti. Pas ka më na jep kur. Buc, na i shuve shpresat vëlloni jo, të inshallah. tragedja për Bucin. Jam keq. Dëgjus të doshur, ajo nuk ja u jep pa Ferrari. Moral of the story, ku. Ma let është se nuk është që sta e, po ma let. Ma let me Ferrari. Ju do kësh ma e mirë. Buc, ka gjatë tekst deep, kështu. Zakonisht kom qef mi po ishte sa në dips edhe se sot gjithçka është komercializu edhe Fakt, është në fakt. rregull më komercializu, po unë mendoj që do të milion shaj do sa në jetë me tekstet veçanta, me tekste ma deep. Që i Se- prek edhe njerëzit. I jo, prek njerëz ma po. shumë, po e vërtet është. Bejtia duket Buci që pak dyqysh është si repin e ka pak si hobi, nuk ka qef Po. shumë me shku mainstream edhe pse është i talentum çto, po dyqysh Po, se që shë tha edhe vetë Buci tash e ka nisë më fokusu ma shumë si producer. Po. Din. Ama, speleni jo Buci po më është- duket. po dy qyrë s'munët bre Buci pa knu, se adin kur të donë Po. muzikën, Por ba edhe djava. nuk mundet asnjë S'mundesh me lon kur ose ashtu. asnjë reper me lon, se është diçka që e bën me qef edhe që e don. Ka një regjej vetën të shkru, të e knu tani të pëlqen thua pse mos me qit ose vjen dikush ja kallxon. Po çfarë këngë pse Ana s'pëlqen. shtat marrin kohë më shumë artistat që i kin menaxhim. Sa artista i kin menaxhim stash? Jo, për momentin është veç Bejti, është Veç një Bejti. artiste tjetër e re që ja kom marrë tash, edhe ajo është e Mitrovicës. Okej. Kom punu me shumë artista që i kom pru, do me thonë, i kom marrë pit zerës, i kom pru dhe me një pik ku tash edhe njerëz t'i njohin. E që kjo është cani kështë që unë me nej du të me pas një producent. Edhe gjithmonë thëmë të artistat e ri duhet mu nis në forcat veta për me bu audiencën e vetë. Se ti mund është me him bashkëpunim me dikën, edhe në kongën e dytë kur të qetë, prap dështën, se s'ki audiencë. Dhe me thonë është esenca me boti audiencën tone, me mri nivelin tënë, që edhe kur të hinë me një bashkëpunim me një artist që o major Me artist, pas emnin e ti e ki audiencën Ja. tone edhe kur do që ti e qëtë prap kongën tone nuk më varësh mo prej... e ki fambozën, Po, e ki ëndrrë. fambozën. A bini mën Big Brother? Është koha e Big Artistave? Brother, po. Është koha se sot njerëz lidhen me ty edhe jetojnë me ty çdo ditë.
Dhe me thonë ti i shet qysh han, qysh rren, qysh fol, qysh shprehet, çfarë audiencë ka, po më nej, çfarë lloj muhabetësh ka, qysh është kur nervoz, qysh është kur i qetë edhe tani njerëz që aty po lidhen me artista më shumë. Ke punu edhe me lëndrimin, a? Po, lëndrimin, dhe me thonë tash që 3 vjet që punojmë, u konë artist komplet i ri që se ka njohë kërkush, unë e kom pa diçka në të, edhe pse ka pas njerë që më kanë thonë qysh po mirë është nështa me të. A po, bro? Mu qaja nështa më veqen edhe pi tjerëve që kam një anë që mu i me pa diçka njëri që... Arsene Wengeri. Ta la zhemnin. Edhe sot normal se të publiku e dan e kam rri audiencën e vetë. Po çfarë menimi po të për Xuzin që kesh kritiku pak për performancën? Xuzi edhe secili njeri që është muzicient, muzika që bëhet sot i pengon. Sot në kohën e Xuzit s'ka pas autotune. Ti sot i ki autotune dhe s'ka studio që ose këngëtar që s'përdor autotune. Bile jashtë sistemi autotunit është i involvuar edhe në koncerte live. Se artisti edhe njihet më mirë edhe paraqitja është më e mirë, se ti nuk mundesh më fokusu tash edhe me kënu edhe me dance edhe po fix. Domethënë që ajo është koha sot që ashtu. Shumë mirë që përmendë bejtit me dance, për shembull unë e di që ti kthen shtrim. Po në kësaj keni paraqitje skenike. Jo, po kështu, jam pak ma e gjallë, po është problem. Sidomos, nëse të na në fakt nuk këtë që buna naj farvallëzimi ose naj seni, na të folë për artista big, për shembull, jashtë që shi bojnë ato. Si Chris Brown, për shembull. Exactly. Atë pëlqen Chrisi? Yeah, of course. Jena rrit me të... Po me gjatë më. Me një klasin ako. Po, fix që ashtot, Abdin? Që ka tamon edhe koreografi. Koreografi, fix. Se ka njerë menoj që një artist sa ma shumë sene që të ka është i kompletun. Për shembull këto në lëndrimin është e ka një karizmatik, është në energjik. Pozitiv. Unë menoj që Big Brother ty nuk ta jep suksesin e garantum kër del. Për shembull e kena rastin e Bejtis, nuk kena jetë shumë rena, po nashta e ki kongën... është përfol mas shumë tipiket aty në që... Edhe ki kongën ma të dhes të nakorav në krejt bigat. Himni i Big Brother Kosova. Edhe pse u konë e anës me Getinjën, po kjo ja ka kalu. Mas ne ja ka kalu edhe me klikime. Po, jo mërzit 11 milion Spotify. Dhe me thonë një artist... 28 në YouTube, a? Po, 28, të shku për 29 milion gati, po një artist i ka një euro? Sa more? Që t'ja lopsit, 100 milion vërlojë, 29 milion, edhe 11 milion. Dëgjues të dashur, kaç para kam bërë Bejti dhe Buci nga bashkëpunimi. Jo kështu thonë. Bravo em. Një artist i ri 11 milion streams në Spotify, pa një major artist që kjo sukses. I bona i gore me Bejtin parë dhe thash, unë të bashkë në rend Big Brother një muje. Sa i poshtë. Pse ka që dira këmëra. 5 vjetë u bënëm prej kongës jam mërzit. është ka gjatë të i qëndru sukseset. Snalet që ajo kongë, snalet për një me. Janë do kongë që qëndrojnë, thash, janë do kongë që janë nështë ama artistike, njerës të gjojnë vetën gjithmonë në qatë kongë, edhe më nej që kongë që s'ka me dikur. Definitivt. Dëgjues të dashur të Radio Dugazhinit. Gjithmonë ka një kohë fes që ktheja dyqysh. Dikush me qit një video na i sa vu. Tjerat, mos ne. Sikur me qit kongën dje që thonë atë. Ja kthehet kur t'ja nisim bigat e ri për shembull. Po tashun që shetse ka është himni i bigut. Kështu që s'ka njeri që se den atë kongë. Gjithmonë edhe tash që kja lëndrimi sa në do të thon konga u kon veç non stop bishon repeat edhe në big. Edhe jashtë në video. A të bërë më një mirë që këtë fakt, a nonën tjetër thu ko me bo në herë në ishtë si konga, pet? Nuk tentoj me bo një që se konget njëjtë. Kom tentu, kom dështu. Ja, unë menoj që një kongë kër të bën një herë, s'mun është më me bo të njëjtën. Vazhdo bë diçka nashta ndryshe, që me kap suksesin e njëjtë si kur që ajo najsen. Fix, po kësë do me se njëjtë, valla, si originali, s'ka, adin. Ka njerë muno shumë, edhe nuk del, ka njerë jenë 5 minuta që të bëhet mega hit. Exactly, po. Mos të shhi Bejti në Big Brother. A i kësh pas që kjo kongë suksesin? Po. Ajo kongë ka pas edhe pa hi Bejti. Do me thonë ajo ka pas 12 milion Bejti pa hi në Big Brother. Për që apo s'ka e për një të shtyme? Shumë. Për t'ja shti lopësën që të sot shtyme, ja ka jam. Normal, Big është marketing, unë thash është e kohës edhe është marketingu me i madhe i momentit. Pak është të e dëmtu muzikën.
Se njerëzit më shumë Për me dëmtu muzikën më shumë dhe ka dëmtu TikTok-o. Edhe dinamika jetës, se sot njerëz, ta ngojnë një kong 3 ditë, mas 3 ditëve bëhet bajat. Edhe dojnë diçka të re, të në kohë njerëz që të lyp diçka të re. Facts. Bots beti, apo e përformojna himnin. E përformojna. Rëfla. Aso është ai tjetër. A dën tekstin në qatë zoj tjetër? Se den asaj që e kam përmjët. DJ janë dhe janë agoti, i jom mërzit live në Or Studio, Radio Dugagjini, Beti, Fit Buci, që tash u bo zhvilla, kime ndru shtamën me bo zhvilla. Nuk jemo boce. Let's go. Jam mërzit, për që sëm këtin zemër, jam mërzit. Hajt zemër, hajt. Theram ti mu, theram, pa mungon, qështo më shkan. Theram ti mu, theram, vet po nina, në këto dit me shira, sa të fështira, pa ty shumë dhe shtira vet mija, akull unë griva ftofsia, e zbrast si ija likësia, si e rësia. Jam mërzit, për që sëm këtin zemër, jam mërzit. Hajt zemër, hajt. Jam mërzit, për që sëm këtin zemër, jam mërzit. Hajt zemër, hajt. Jam mërzit, për që sëm këtin zemër, jam mërzit. Hajt zemër, hajt. Baby, unë me qëllim të jom ka të thire, veç me ta një zonin në me të thonë falë vakire. Se s'po mu e pa ty, po du me ti pa syt, beso kjo vetëmi, o ka do me mytje. Nuk jena, mo nuk jena, amo beso që na dy bashkë një zamër e kena. Nuk jena, mo nuk jena, amo beso që na dy bashkë një zamër e kena. I kom bo një miliona, ma se më së mdoken, Andra jam më kona dhe më sheti botën. Jem mërzitu me nuk për ty të nkohen, premtimet tona pse s'po realizohen. Unë kam thonë që nuk ka si na, unë kam thonë që nuk ka si na, jo kur s'ka me pas si na, ama jam mërzit, për që sëm këtin zemër, jam mërzit. Hajt zemër, hajt. Jam mërzit, për që sëm këtin zemër, jam mërzit. Hajt zemër, hajt. Jam mërzit, për që sëm këtin zemër, jam mërzit. Hajt zemër, hajt. Jom mërzit. Jena mërzit. Fenomenalja Beti featuring Buci. Dët me bë emnin, a? Big Brother. Të bë. Baby. Po bre, jena me qirat, edhe me tesha sot edhe. Brazil. Ko gja La Casa Blanca. Ko gja udhtoni, a? Kështu për me bo videoklipe, për me kena me full për so, po që më interesant me ditë është që jeni bo bashkë. Po me nej... është histori shumë e gatë. Hajde, thuje. Adin qysh. Unë sa pa ta konë shkollë të muzikës të mesmën. A i konë shkollë të muzikës, a? Po, edhe fillorën edhe të mesmën. Pas këtë ditë për fillimet. Ma ka jep zoti dy gjyri varë. Jo, se di gjithmonë. Këta e vajnalt, këta poshtë. Veç këshyrën. Jo, nga më qëra. Qa u konë puna. Fillorën e pa ta kry për piano diçka. Okej. Ama jo krejt një 7 vjetë, 6, se di që ashtu diçka. Të mesmën për sëllë këndim, opere pa ta kry. Edhe që ishëm qatë periudën e shkollës muzikës, ashtu ishëm ketë në për... U konë shumë in me qitë video në për Instagram, me bo covera, adin me jo me instrumente, me gitare, sana. Okej. Edhe në qatë kohë nuk e di as vetë, veç që të qa covera, adin jo më najsen, kështu se kisha mendjen për me dhez ose me bo najsen, veç që të qa për trip, për të sana. Shumë për qef, te për spontan. Edhe do me thonë, ka pas plët njerë që më kanë shkru për talentin, bla bla, whatever. Po, esenca o konë që o nëse kom pas menën heq me hi me një menagement, adin, në menagjim dikujna, me një studio, se kom pa vetën te për shtovit chill.
Edhe një ditë prej ditëve mori fes. Po më Një shkruan- ditë për ditëve. Po më shkruan buce. Qysh ka shtu ble buk. Edhe po më shkruan buce. Qa të tha përshëndetje, a? Përshëndetje nderuar. Ja. Po më qënë do flaka në video, po më do këtë që diçka ku më bëtë. Po jo e pa Ë, qitë. Boca se me ngeri me floka. Jo e ka po. qitë një video me një gitare u konë. Okej. Ku mu më pat pëlqy për një me performanca. To e buk një kënaj cover, a? Edhe u konë shumë e veçantë në stil edhe në kënim edhe në triolla që i bëjke në vibratët. Edhe që aty ka fillu do me thonë që ajo bashkëpunimi jonë që unë e kom ftu në studio për me ingjizu një cover me këshur sistemi në studio që është do me thonë Kursare, shumë batar në marre. Okej. O. A e shku vet, a dhe na kënë? Jem shku me motrën edhe një shoqet motrës, po tepër unë ke marrë në fillim, adin, se di qysh se unë isha mësu veç live, adin se lë këndim me sene, kur hina në studio më do ke vetja. Ishe Adin shë që pa nisha isje vetën të tepër, shtës unë edhe ma e vogël, jem bata shku në studio diçka për do këngë si të fmive, po tani Sa vjetë ke shumë pos? motë si më shku. Për herë të parë, kur je shku në studio, të bucit. Na në më dhejt të i bo 20 na i sen Okej. Edhe do më thonë kërsaroj sa shumë kom pas emocione tepër. Edhe? Aty filloj gjithçka. Po. Do me thonë, mbasi u ingjizu që ai coveri parë. Allah gitën qatë covera mirë. ke? Ja, u konë super. O njerë unë po të thëmë që së lë këndim. O perë kom knus po t'i knaj këto. Po thash për emocioneve. Ja, U konë super. mirë, Tani mirë. kena bo plan programin që na zakonisht me plan program. Punojmë edhe i kemi diskutu krejt Qysh ke sanët. folë si prof i shkollës. E kemi plan programin. Qashtu funksionojnë. Kurrikulat. Kurrikulat. Buc kurrikula. Ani duar të rëgjit e për bucët. Kurrikulat. Buc, sa më rëndësi, mos me bu veprime me emocion edhe mi këshillu artistat e ri, këtë rast Bejtin, ma ne edhe Bejtin ko me vetë për sa i ka një këshillat e tuja. Sa është e po- vështirë, pa emocion është shumë e vështirë se na kur të bjen me punu me dikën gjithë ditën edhe tash në rastin e menaxhimit ty, edhe nëse na i san të hidhet mi thonë mi bo, ka një dëllimet, a vedin se Po. të lidhë që ajo gjithë ditën në studio të punu bashkë, po prap se prap në fund që ky miratimi dy palve në fund e bjen suksesin, se nuk mund është me vendos veç tash mu ka tek mu që shto ti del edhe ki me dal, me ne është gabim. Po. Dhe me thonë, është mirë ti me këshillu nëse është që diçka keq, po duhet me kuptu dhe botën e artistit, se ti e merr artistin për botën që e ka. Unë si kuptoj njerë që munohen me marrë një artist dhe E me mas ndrru. me ndryshu, me Po. thonë bënë si që ky. Ai s'mund të më bo si Fix. dikush që s'është. Edhe që aty është që ajo fillimi i suksesit një artistit, kur ti edhe e lejon pak a shumë të lirë në stilin që ai don me ndërmarr. Do me thonë në farë mënyrë nuk të përzihet shumë në botën tonë artistike. A din qysh e kena gjeti për një gjutë për bashkt, nuk ka që si aprishim jo një tjetrit, po dyqysh qaq mire kalojna, edhe dyqysh qka do që bojna, jena pro për qatë sena, din se e kena paka shumë edhe shijën e njejt, edhe dina qka dojna, edhe dina qka tash a kena njës mja marrë ma shumë normal dorën, sëm për para veç anglisht shkrysha, se s'desha me shkru shqip kështu. Për në me? Po, Ju me muzika shkru, shumë po. veçanërisht. Në fillim adin se unë e këm ngushëm, sa në veç anglisht shqip, Po. nuk këtë që ngojsha adin, e zdesha dyqysh adin, non stop tani ngojsha bita, mi që i ke buci bita, qështo, dikto dosh me bo muzikë komerciale, se për ndryshë s'munësh me depërtu, apo kuptan? E kom pas pak problem fillim, po disiplinën kur të ki edhe që je punëtore edhe normal talentin, Atë ka pengu që do është me hinë në muzikë komerciale? jo. Se jam përshtate e për mirë edhe në këtë sa në qaj qesi du dyqysh. Se janë njës tani me pranu, abdin që qëto ke me bo muzikë, me knu shqip, që kjo po ecë edhe qëto, dhe ceta. A më ishte në do love anglisht në përkongën. Pa i dash stili, Nuk abdin. e këta e. A më jo Smosh. bashkë mirë që për me në stilin, se do me thonë bëz Bejtia, me një klip me një si djoll, me një si një teze e jamja, me një tjetër si një zoje e ron, a vetëm do me thonë, Teze jam, ja. jo, po ba e gore, pak, Ja, po ki një stil shumë diverse, do me Po thonë, me Shumë fillimi, eksperimentuese. dikon je me trener, ka dikon a vetëm, fillimi i një artistit du të më konë që ashtu, për me Pak ma këshyre edhe modalu. ti me marë pja audiencës se ku po pëlqeje çka po bëhet. Edhe masa nej, normal edhe ku të pëlqen ty mas shumë ti vetja, ti me që atë vazhdon edhe me që atë rrugën Po një. dhe qysh, unë jem konë shumë të mboj, kur jem konë ma e vogël edhe basketi, dhe qysh e bënd vetën, të lujtë e sene edhe
gjithmonë kom pas shef shumë mu vesh ashtu si djallë me trener ka gjënë e sena. Di mu do ke vetja shumë shumë e fort. Gangster. Edhe Vret që ka lu sulmus futbol. Për tre. do me thonë qajo ma ka bu dyqysh një farë miksi, po ta ashtu rritë kom pa që nuk bën bejti e që ashtu do të pak edhe me eksperimentu e sene pak më. A mo cilë luke që të bën kështu më një mas mire, mrena, mas komforte. Begi. Trener ka. Trener ka, definitivisht jam qajo, po dyqysh unë i kam shumë interesant, edhe kur jam kështot ma femnore, edhe ashtu të nice dokna, apo din? A pet për shtatna edhe ashtu, s'po di shumë të thonë si mi pas dy adimi bo, kështu nice. Simpatiki si shtikla. Sidomos në klipin e fundit. Para fundit po më lënë. Me vetla, me të fundit. Okej, telefoni, po, telefoni e fundit. Kështë marrë shumë komende për qatë make-up, që ku lindi ideja për qatë. Qa kem fakt, se kësha po ma herët. Se dia zvet, unë rri pak në Pinterest ma shumë. Okay. Edhe që aty dyqysh inspirona, edhe kam qef me bo diçka që asë qenë të e bo këto. Me bo komercial kong, po kënej stilin me majt ata, një stil pak ma unik, pak ma kreativ, diçka që s'jën të bo krejt, abden. Edhe badoj, vetlat nuk i kom rru për komentit që vetlat i kom ly me blanche. Edhe krejt ma bëjshin me blanche, po. Edhe krejt ma bëjshin, a e normal që shpo do me ly, apo tutësh që s'po t'bina na i san. Unë do me thonë, moment fundit që a bëjsha, jo, do na me ly gjësysh, nëjësër kom e ingjirime, abden, e pa ta shtik shumë kry që qashtu kom i bo flok, qashtu kom u dok edhe... Amo, sa është të rëndësishme për një artiste me dol pak për komfort zonës, do me thonë me rreziku. Se jo gjithër stili... nuk e di, unë nuk e marë si rrezikim, se unë Nina shumë mirë kur të bëjnë diçka. Edhe Nina, edhe ma mirë, po, kom vetë besem edhe dyqysh jo me mendimin që gjithë qysh po du që ashtu të mu dok, që ashtu të menoj mendje tem edhe që ashtu të dok, na, po kuptan. Qatë votën që ashtu po du mu dok. Vetë që ashtu po du edhe u kryja, E keni edhe një përparësi kështu si label, edhe videoklipët i bëni in-house, do më thonë e keni edhe produksionin. Kemi produksionin realizuar. Po ta shetë ma lirë, më ta. Jo, po, me njerës që ja i kam me nisë me kep... në hargjit pare të jëmër që... Se e që kovore që ka dhëmë pianisë njerë vetë. Puna këtu se labelat edhe jashtë kanë gjithmonë realizimin në label, është in-house, edhe se krijohet që aja energjia edhe besimi. Dhe me thonë nuk mund është mo edhe me dasht, nuk mund është me ndru dorën se i besën dikuj që ti ke vazhdu dhe ke punu gjithë, i den krejt. Mimika, ti den ato kur më t'i ka pesane badjava, kur mësosh me dikon prej fillimit është problem pak me... Edhe keni një san interesant, do me thonë keni klip me motor të borës, me motor të molit. Me bager, me... Qao kë fiksimi ju i me motorra. U konë koha që ashtu, koha e motorra. E më doket me jet ski nuk keni halo, ha? Me jet ski jo alo. A më bejti as dënat niva. Kush dënat? Sa se vrita, që ma qëtë. A është të vërtet bejti që i ki gumat me veti gjithë? Gumat e bazenit. I kam do guma, po. Jo, për një me, kush jep idejat për videoklipe? A im ledhë një bashkë dhe bëni brainstorm? Po zakonisht udhtojna, do me thonë, i zgjedhim lokacionet në për bot, ku të në mërmenja dhe në bast Kongës. Për shembull njerë kena bo një sen para 3 vjetëve, i kena bo gati 4 kongë gati dhe jena shku në krejt, atër s'ka pas viza, u dash me shku në Turqi, se hukon pa viza. Po i kemi zhjith për shembull venet më të mira për mi realizu që ato spote. Jeni konë edhe në Monako, kena bo kongën fenomenale. Po. Sa është e kushtueshme me bu një klip jashtë Kosovës? Është ka gjë e kushtueshme në aspektin, po menoj sa dën me nejt, varet sa dën me investu edhe në çfarë lokacione kemi xhiru, se janë do lokacione që ti nuk ki as drejt me xhiru, dush me pas njofshëm ose dush me marr leje, ka njerë edhe ato sa ne kushtojnë. Po ma shumë ti çka kushton është qëndrimi edhe po menoj me dalë drejt biletat aeroplanit, biletat këta ato. E çto lokacionet ai bëni pak si shpejt se tinza merrni për një me leje. Jo, ka njerë edhe marrim leje, ka një herë edhe i bëna pak si tinza. Ka njerë bëjmë si tinza. Bad Bunny ka kallzua. Jo, Rakitishi. Rakitishi. Që shkalove në Monako beti. I ka hup këtë pare. Shumë nice, ka pëtë s'po marroke në kazino. E zdo me thunë s'po marroke. Ko menu që kom pak fat ashtot, po... Ke luj kasino?
Po më shku Haram. Abizim, vallaj me shku në Monaco e mos me luajn kazinën më të fortën në botë, do me thonë është si me shku në dete, mos më la, se s'den natë. I ki guma so për ata. Ose më nësh veç më shku në dete dhe më rëzit. Për shembull. Po shumë keq që mos më lak pak aty. Po vërtet, ose më pa u lak. Ama Monaco është super vend, super energji. A u pijavet aty? Monaco? Ja. Ajo. Najna. Si jemi shumë përdëru style të holit. Se kongën tjetër që keni na performu është Jam Drang. Jam Po drang. ajo shisha u kone mushën me tomë, lade. Edhe këtë kongë të keni me Jam. Jam. Shumë na vjen spontanisht kjo jam nashta veç që jena. Që jena, jem me të jam stop. Ju propozoj kongën e arshme me alonam në jena. Me këtë jomën. Ju smet një bashkëpunim me bujna dhe bujna jena. Apo merë një videoklip. Se Gjithçysh. të buci jam koni herë. Në kontri. Stash na me bu të sanet verës atë not. I kom gumat edhe. DJ Enda, e ragote me e jam drunk me shishët ton lit. Në cusla. Let's go, live në Radio Dugagjini, or studio, jam drunk, baby. Highland, Pandepik. Jam drunk edhe some party. Kjo kërë po m'bjen tete, ajaja. Unë s'kom faja. Jam drunk edhe some party. E fajin kjo raki, ajaja. Unë s'kom faja. Shut up saj dashnije. Këtë sempre bën me vedije, ma. E ku drejtë një kur unë vyte, veçir dhe ndjenje në myte, ma. Se miss you, hala miss you. Kjo pije është të në tre, të në testu. Hala miss you, hala miss you. Këto ndjenja janë të në traftu. Jam drunk edhe some party. Ky kërë po m'bjen tete, ajaja. Unë s'kom faja. Jam drunk edhe some party. E fajin kjo raki, ajaja. Unë s'kom faja. Se ke qa du më këthy fillim, e qonë edhe teja. Se po më nga në shnizat të din, i kom ka pja pia. Se ke qa du më këthy fillim, e qonë edhe teja. Sa po më nga në shnizat të din, kur po më ka pja pia. Sharok saj dashnije, kitë sempre bën me vedije, ma. E ku drejtë që një kur unë vyte, veçir dhe ndjenje në myte, ma. Se jam drunk edhe sun pori, ky kërë po m'bjen të tja. Unë s'kom faja. Jam drunk edhe sun pori, e fajin kjo raki, ajaja. Unë s'kom faja. Jam drunk edhe sun pori, kërë po m'bjen të tja. Unë s'kom faja. Jam drunk edhe sun pori, e fajin kjo raki, ajaja. Unë s'kom faja. I'm a fire. I'm a fire. I'm a fire. Tomël kom shtë. Diçka e ke mu. Jam drunk, baby. Live në Radio Dugagjini, or studio. Pse po thu që je smooth? Çfarë zone e ki, domethënë. Livriti pak. Të prekën pak drunin. Vallaj se dina është që jam smooth, dhe që shketë sanat po më doken që s'po kënoj mirë, s'po dokna mirë. A din që shina tripin e gripit, kështë që je shumë, dhe që si e lot. A i nashta po dokna mirë, kështë më gjyë sana, po dokësh, edhe po kënon, edhe kështë që. Faleminderit shumë. Mashallah, kështë njeri por... Tonli. Kështë njeri por që të ka thunë, din me knu. Në familje. Kur ke knu për erë të parë? Prej që e majnë men, do me thonë këm knu. A i din që kur shkoj shumë musafir ose kur veshin musafir për para, në këm pasi del Genta Ismailin. Për një me, shout out to Genta Ismaili, Shout out to Genta Ismaili, këm
Divo kon për atë koha. Of me divu vona. Tepër u kon nice. Posterën sojnë krevete kom post. Për një me Jo që Gjithë e ke dashur. Gjithë e ke dashur. edhe do me thonë kur veshin musafir të hyp shami tavolinë, më shtishin me knuna, ke rryma për para adën. Çish po foli si mi pasën. Koha për show. Vjetë ama dyqysh për një me që ashtu të kon koha atëherë dhe familja, normal, of course. Mas ne jem shku në përkore, shkollave, sanën, shkollë. Edhe qështu, mas ne veç kom evolu. Tu shku, tu bo. Qysh i tavolin pa rryma dhe që i shërdu. Po jo, sa nëse pësha vetë, tavolina e madhe, dhe si më qojshën qështu. Të para me qira. Kur na unal ke rryma, se kur kishëm rryme kështë shumë serialat, Esmeralda, Cassandra, në këto janë Ja, që ato si kom kësyrën e. Gen Z. Gen Z, exactly. Amo, në sana interesant bëtë për bejting, Betia është e Mitrovicës, po nuk jeton në Prishtinë. Zakonisht shumica artistave që hinë në mainstream world, në botën e mainstreamit, vinë me jetu në Prishtinë, pse Beti nuk jeton në Prishtinë. Se di qështu rrit, jem bo ma tip familjare dhe po kom qef qysh ma shumë me kalu ko me familjen. Okej. Edhe nashta që ajo është arsyja pse ma shumë për atje. Po edhe këto se qës jam. Po vjen shpesh, është Vjen për na e punë, kena po, kohën po. për studio, Ja. për ndryshe autostrada, urime. O bo autostrada, Autostrada. hajde, urime 15 autostrada. minuta vjera vahile. Ja, s'pas ke qa me orë me tu këto. Bash. Bo se për me në studiot, jo më bo shumë studio në Prishtinë, në Kosovë në përgjësi, a është mira keq për tregun e muzikës? Jo, mirë është se cili producent me pas studion, po tash të kualiteti edhe të çka ofrojnë ato studio, aty është pikpyetje e madhe. Po, Edhe pse sot, nëse e kini melodit mirë, një tekst mirë, prapë se prapë mund është me shku viral, po nëse ti tani përfundon koncerte të mëdhaja, aty ti e vren diferencën kur të lëshohet konga në, do të thonë, bokset të turn. mëdhaja, do të thonë të koncerteve të mëdhaja. ma ne diçka zërimi, ha? Po, ti aty e vren tani kualitetin, por që ata jashtë ndodhë që ti e bën demon të shtëpia, po në studiot të mëdhaja ti e kryn kongën komplet. Ku ja beson një inxhinierit zonit. Se shumë lunë rol pajisjet, se ti sa dush mu kon i talentuar kur si ki pajisjet, nuk mund është me më rria Ma të nësh me qedo. konë shoferi mirë po në Golf Dësh. S'ki problem. kush kanë. Në Ferrari po. Ferrari po. Betia je punëtore? Më falë se pje ujë dhe të në zona, s'ka bemshë. Tomel kena. Jam bëlla. Për në Jam po. Okej, unë e kam një segment Gjatë kohës shtash. që jam në shpe shkruj shumë. Bile thuja ma shumë se në studio. Në studio veç shkoj inqizoj ma shumë, se di pse nina ma A në shpejnë në ma sferos ma kreative. shumë të, ha? Po. Se di Ka pse e ka kom një qef teras aty ku... një farë e bëj ke terë dhe s'dyve që ashtu të mbjallë. Fort me bedej ke terë. Shumë të terën. Për një me shumë më jep diqysh një farë vajbi ma Se jep. zamrën. Mos një E, ku më bo një segment për juve. Hajde. Mi njof pak ma mirë. Është thirët producent vs artist. Hajde. Hajde. Kështu Veç mos na vend ngjyrën e preferuar. Jo. Apo dogna qasi pyetje që bëj, më Po tash s'po falë. di, abden. Allah bën një taksi me marr bejtin. Ase kështë Ti u kry. tomël po pen, besoj që edhe pyetjet na shta. Për një me atomel kom shtë. Po s'më besoni. Shkojmë. Hajde. Kush vonon më shumë për studio session? Unë jam aty gjithë. Bejti ja vonon. Unë i pres. Unë i pres. Na shta ka pak vënona, po diqysh kur e bujna plan që aty jena na. Më pes me bu me lona, jem pes të qatë. 70% rasteve Valla po, e Okej. sakt Është këshët jam. E sakt Okej. jam po. Në regull. Kujt i merr ma shumë me bu? Kongën bejti me kry, a buci me masteren? Buci me kësë Tash Se më në varet. kongë të kry për 5 minutë. Buc. Po qërë, tash për shembull, kur dën me quti në Kong verzion final, normal që merr kohë ma shumë se ti duhet Normal, çdo ditë me bra. ngu ka pak se ti kur ja nis me miksu, ka njëherë të mushët vesh edhe doke që gjithçka që po bën është Po mirë. në kryja gjuj bucit krejt punën e madhe, Kur apeten. që është nesër e ngan me vesh fresh e vren që nuk ka bash mirë që shtu ka dok dje. Tani prapë e bën një ndryshim prapë. Po zakonisht demot i marrin çat ditë. Dush me hi pak në laborator aty. Do të me hi pak aty me. A ki shumë kongë të pakryme? Hop, ja, Gjithë kongë të kry pjesën e parë, dytën gjithë I lën.
I lodi që është ditë, së di, veç e kom shprehim i lodi, nuk e di. Ta më një nisi një kong me bo, më pëlqen i bet tjetër, ja nisi strofës të asoj tjetërës, këto tjetër në haroj, adin ama, nëse përkushton atë një, adin e kry normal, ama s'di pse kom qef që ashtu të me bo shumë demo. Me provu gjithë, adin, sa në treja. Dë bjen që nuk dënë cilën me zgjedhë, shkojnë se që është pyetja tjetër, është kush është maj pavendost për juve dëve, për me qitë një samë. Dytë. Përzijëm se kena sanë të mira, valla. Nashta kena bo sanë shumë të mira që si kena qitë, i kena qitë nashta do që nuk jon kone edhe nashta bash, te për të mira, po në qatë kona u ka duk që është nice edhe veç që kena qitë, adin. Po kena shumë demo edhe kur të bojnë shumë demo edhe kur të bojnë shumë kong është vështirë edhe me vendos. Qa me vendos. A është jalë shani najku edhe e prit në reagimin edhe që... Jo, në s'kam qef me marrë menimet njerëzve se cili njeri e ka atë shijen e vetë. Tani mas nejta bojnë bajat. Jo, s'pëm pëlqen. Se ndohë për shembull për kongën një mërzit, ka pas njerë që kanë thënë jo, se kongë e ka dashme, jo kështu jashtë. Edhe për që ta nuk marrë mendimet njerëzve, se cili njeri e ka shijen e vetë. Ma mirë mi besu asaj energjisë tonë që ja ke kushtu deri sa e ke bu kongën, tani milion audiencën me vendosë apo ju pëlqen ajo? Çap ju doget. Po më rëndësi o ty me të pëlqy si artist. Bash. A është e shani kongën për shembull ja shani najku i kështu për me ja lyp menimin, a veç e moni close? Ndodh, atë në varet. Na i familjarit nashta, ose na i kujna që i kena në rreth të ngushtë. Cili personi por që ja shani kongën e re? Motrave të mia. Okej. A ka rëndësi përgjigja atë në a me qitë në sana jo? Po lu në rol, se ato janë qëto dhe i njën kejtë sana që apo bujnë edhe tjertë edhe paka shumë adin e din që ka nashta mundet mes. Besa dhe kanë shumë vesht mirë për muzikë krejt familja. Nice. Qa jo më bënë nashta me vlerësu mendimin e tyne pak ma shumë. Ama still e bëj sanin që e menojna na dy, abde nuk ka që... Fix. Po ka nero mirë dhe me nguni po vesht normal tjetër. që po adin, se jo. A mujna me prit në erë në album për i bejtis? A keni menu në erë me bu në album? Me gjithë që ato kongë që i kena që tash një 10 albuma i këshumë qitë, po se di pse veç po menojna non-stop me eksperimentu edhe me... Po na u do këtë ma nice të qysh me... Me singles? Me singles, ja, Okay. Po besoj që nashta mundet me pas na EP soon. EP? Ja. 4 dhe Besoj. 5 kongë? 4 dhe 5 kongë, po. Që shokojmë në EP-a, asë e keni lona lo? Fes Fesmol? Qao, fesmol? A mol, a? Kështë nota. Okej. Shkojna me segmentin, a është okej. Hajde. Kena do pytje, kom ja u bu. Buc, shkojna me ty mas pari. A është okej mos me bu foto me phone sa kur të nolin rrugë? Mbarët edhe aty çfarë disponimi ki. Se ka njerë është edhe të përumit në nështë aki pun qatë shumë sa që nuk i ko as më nalë. Po menej që duhet, se na nuk kena si lej fame këtu në Kosovë. Fix. Që ti s'mun është më nalë me bo një foto me dikal. Beti? Po në gjithë nalna, nëse më shojnë rrugë. Po s'besej që munën më pa në rrugë. Pse s'dela? S'dal kur, shumë pak dal. Për në me? Shumë pak A dal. del me të rëvizë për shembull me pikove? Kur, veç kur shkojnë fitness dal. A del me ble buk? Jo, e blendi kush tjetër bukëm. Për në me? S'ma ka lorë mu bukëm. Po që të karo me dal me ble buk, edhe jenë trener, ka të shush me një kapush, edhe ta për ndikër bejti, a për një foto. A për kështë s'me fle? Ja, s'bona, aty që Okay. se. Jo, unë e marrë shumë vibe të mirë, shumë energji të mirë, ku njerëzit ty dojnë edhe për të vlerësojnë edhe. Tash ti mos me konë gjendje një foto që aty me bo. Who the fuck are you, abeden? Fix. Se falë që aty në vjetin ashtë ta qëto, abeden e ju. Unë kom qaf me konë down to earth, kështu ma humble. A më shumë interesant që që thas del kur. Qa të pëlqen me bu në free time, për shumë? Me ushtru, Për pos? me shkru, Tjetër? Me gnu. optu. Me gatu? Bravo, që së më ronë gatu. me gatu më pëlqen. Po, më pëlqen me gatu. Kom një që tatlia t'i bën të mira. Po është. Tatlia! Oj, Shout out to Bejti, Tatlia, oj, Tatli. DJM! Okej, shkojna me... Ej, a përshë që i pas në harru një 2 pytje të aj segmenti tjetër. Ha, kur po një shtashme që ka lidhje. Që tash për bëj, s'ko lidhje në podcast jena që Po dur bojna. chill. Dhe gjusë të dorë që kom e një 2 pytje që i kom harru. Të segmenti artist dhe së producer. Kush i shkru një pari tjetërit
kur të vjen puna me ndo fitimet? Mi ndo fitimet, zakonisht ndodh aty për aty. Nuk është që i shkrujna ose... Mejna bashkë gjithmonë. Okej. Dhe me thonë, këtë situatë nuk e kena qyshe kanë tjertë, na jena shumë të hapën edhe i bojnë aty për aty krejt. Ka gja mirë me pas transparencë, se edhe pikën apo në rastet e fundit, a e kon me gjestin Big Brother? Njajtë në negun, pa e po me dhe të spodojna me i shumë anej, është ka gja mirë me pas transparencë që mësë me orë diri të problemet, Në ne edhe problemi kryesorin të kontratat që si këshyrin që kanë nënshkrujnë. Nuk i leo fajtor... Në eufori, a? Po, nuk i leo fajtor distribucionet ose labellat, se nuk të ka qitë altin kryaj me thonë nënshkruje. Dhe me thonë e ke bo me vetë dëshirë, po tani pse ti ndrën menim mas një kohës, nuk është fajt e label as të distribucioni. Në është që dhejës pa prit, a? Po nuk e di tash dhejës pa prit ajo, po ti duhesh mu konë vigilent për çka po nënshkruan. Ajo po në menoj edhe dyqysh najna artista bota jonë dyqysh është shumë ma shumë se një kontrat, adin? Edhe pse me bloku dikon. Për çka dyqysh, adin? Së mdo këtë shumë... Jo, nuk ka puna... Shumë mirë, s'po di që më të thonë, është... Ma mirë me pas pak ma njerëzillak me një anë. Po thu që nuk okej të letra, ama kur dikur s'den me nejt, it's okej. Po nejso në s'po di që ka nënshkru, veç po menoj që nashta... Jo, po folëm përgjësi, nuk po folëm i po menoj që nashta nuk është mirë me bloku artistin. Përgjësi, kontrata nuk një emocion, për që ta buhet kontratë. Se nuk është njëri, është ligj që ti tash me vëzit 200 orë mi thonë policit, falme valla se ti e njëri emocionëhu pak. Apo kupton, do me thonë kontrata nuk ka emocion, ti dush me këshyr që ka nënshkruan. Edhe mi ditë edhe pasojat se çka mundën me ardhën në të ardhmen. Nuk ka kont se është njëjtë sikur në Amerikë, për shembull Dua Lipa ka kontratë, edhe njerëz nuk e dinë që Dua Lipa i fiton veç 19%. Ti e sheh suksesin, nuk e sheh njerëz që punojnë mbrapa sajna. Që janë për shembull ndoshta me mia njerëz që punojnë për me ardha ajo që aty ku është. Është veç kjo pa në Kosovë, për shembull Amerikë menaxheri gjysën, atë po. Është se nuk e dinë sistemin që funksionon. Kush i ka bu klipet, kush i ka bu këngë, kush i ka bu se audienca gjithmonë lidhet me artistin. Nuk e din për shembull sa ka hek dikush mbrapa artistit për me pru atë aty ku është ai. Po thu që udhimet e artistit sa njerin tjetër nuk e njohin. Nuk e njohin edhe lidhen me artistin, se ndoshta mu kon që aty me posanët që ndodhin. E kanë një menim ndryshe. Ka hek ndryshe. për shembull një menaxhment i mirë, jo me tradhtia me kësaj me dallavere, po një menaxhment që për një më jep gjithçka artistit për me pru me një pikë, edhe tash ti e bjen artistin me një pikë, edhe ai në fund tash thot valla ka lëfsh mirë ti. Nuk bëhet ajo ashtu. Me ti a ki kontakt me Gjes? A ke pas mos e gjeni dale? Jo. Asnjëherë. Okej. Kthehemi te segmentet se tash i kryva këto. A është okej me përdor autotune? Po. Thashë E falem edhe më herët. Po. Do t'jene përpo. A është okej artistat e njëjtë edhe estrada në farë mënyrë që po sillen që sa vjet nuk po ka shumë hyrje të reja kështu në treg, të themi me koncerte. Nuk i fajsoj asnjëri prej tyne. Unë prapë mendoj që artisti duhet më konë shumë i fortë me di çapo bën që mi thy çat zinxhirin që e mojnë ata. Përderisa sot ti e ki TikTokun, platformën që ti e ki free marketing, do me thonë ti duhesh me godit me nisan që audiencës i pëlqen. Edhe ti ki me rëdzu dikën që është që sa dhe që vjetë. Për që ta menoj edhe që industria e muzikës për momentin nuk janë që shën konë. Se sot ki probleme se del një njeri 16 vjeçar me një gitarë të botë viral kitë botën edhe ta thirë e të shirën tur. Është një rast që ka ndodhë për shembull jashtë me një, nuk e di emrin, me një gitariste që qatë shumë ka shku viral e ka marrë në për tur të vetin. Dhe me thonë... Ki platformë tash ku më në Ki platformë që ti interneti është pa kufi. Po heq ma largë dhe që për shembull të ju dë, mos të këshit bejtia që atë kovet, të së këshen juft kërë. I shkon fitness të shku. Ose të kënë banjo. Ose mi ta velin. A pajtosh dhe te me që tha Buci? Po. Okay. Çka do të thot Buci në gjithë pajtura me Buci se i kanë një farë mindsetit njëjtë adin. Që ka bo lidhen edhe alo ma të fort që jena këtu sot. Ka gjake në një kimi, which I like. Inshallah ju zgot. Panderit. Shumë të doshur u qova. Kër për mene Buci shumë koma. A është do keme mojt një kongë folder dhe të vjen moment, për shumë më shku 2-3 vjetë konga me konë që aty.
Ai de la foto ja nuk është që kanë muzikë. Atë thëm një sem për çto. Kur bëjsha afro, sene afro, kur bëjsha për para, se unë ngoj shumë afro, krejt zhandrët ngoj. Okej. Kur bëjsha para një 4-5 vjetë afro, të sukun të bu afro kërkush, e shumë i bi pishmon që se kum qit naj afro, se i kum pas ko gjatë nice ta. Afro, Shumë, ama po. piano style. Po, i kum afro, pas shumë nice atu. A ke menu me qit në një? Sta është dyqysh që se kum qit në qatë kohën që e kum të kshabone para i shkon ma nice, sta është dyqysh se di, veç i ka hup sensi asoj kongja. Po shte mira pet me ngu, se ka, po se të stajap më vibe-in e njëjta, po kupton? Se cila kongë ka audiencën e vet. Po sa Pra, shto që që ka bu s'mundesh me afro ditë. dikosh në Kosovë. Po kanë provu me bo afro, kanë bo, Një nuk është kohën që e s'kan fundit bo. janë të bo afro. Kanë bo afro, kanë bo. Ki për shembull konga Dyshysh. Dafina muma është afro. Konga pa ty që u kondër kongët më të suksesshme Dafinës. Kida? Aha, Edhe Kida po, djali, po, 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 ja, po. po. Afro. U do shatë herë me bobeti. E di. Ama jo bre se mirë. E kum qit jo mërzit. Ma ka hup që ta. Edhe u kry. A është okej, mos më ja qel telefonin partnerit. Tash se kapi. Kongën që ki. ka. Duhet më qelë, njëri që i beson duhet më Partnerit? qelë. Qysh po menon Po, partneret? a thun kongën telefon. Që Tash se po më qeli. thirrë, çdo në Telefon, telefon. çdo në telefon. Më varet që ka buaj, ha vere. Se mos me kapën e... Atë ka ndodhë për një Magic, ja? A bazoheshën në tekstet a ekipit në jetë personale, a i ki Ja. ma shumë janë... Jo, vëlla, më të kallëzu drejt, jo. Ja. Nasht te për pak nashta, ama jo. Okej. E kam një farë imagjinate kështu. Se di pse... E në veç- botën tonë, ha? Ja, dhe veç shkruj, dyqysh nuk ka që qas vetën shumë që atë. Ka nashta kongë që e kum qit vetën, po... Jo në gjdo kongë, nuk e bëj. Tash është konga Jo ti me mu bej ti live në Art Studio DJ and let's go. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ke menu, unë më ti kom kallu këta filma. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ke menu, si meritan gjenjat e mija. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ke menu, unë më ti kom kallu këta filma, mori fes. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ke menu, si meritan gjenjat e mija. Që don, las, që s'ke që feelings të bo motit. Kom kallzu me vak ty, kom kallzu me vak. E qa kum faj që s'm beson ti, kom kallzu me vak ty. Ja le, kjo dashnia ka bobe, kjo dashnia ka bobe, kjo dashnia ka bobe, që nuk kum le me ndje mo hiq kur jo ti me mu, nuk dhe qa ke menu, unë më ti kom kallu këta filma. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ke menu, si meriton gjenjat e mija. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ke menu, unë më ti kom kallu këta filma. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ke menu, si meriton gjenjat e mija. Ti ma ki zili, që son po t'fili, ti ma ki zili, që son po t'fili. Hajde boss. Ja le, kjo dashnia ka bobe, kjo dashnia ka bobe, kjo dashnia ka bobe, që nuk kum le me ndje mo hiq kur jo. Nuk dhe qa ke menu, mo ti kom ka. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ke menu, si meriton gjenjat. Jo me mu. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ke menu, unë më ti kom kallu këta filma. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ke menu, si meriton gjenjat e mija. Nuk dhe qa ke menu, unë më ti kom kallu këta filma. Jo, ti me mu, nuk dhe qa ke menu, si meriton gjenjat e mija. Ti ma ki zili, që sun po t'fili, ti ma ki zili, që sun po t'fili, Bejti, jo ti me mu live në Art Studio Radio Duga Gjini.
Kush po ta ka zili bejti? Kallxan Që apo? ta ziliqar. Lakmitar. Lakmitar. Lakmitari. Qysh me dridhe, që të zohë kallxan me neve. Më pëlqen shumë Muharrem Ahmeti. E ngoj kanë ja. Shout out to Muhammed Arem. Të më rëmëm. Se edhe një arsto. E përbi një shpizore. Shout out to Muhammed Ahmeti. Muharrem Ahmeti. 5 euro kena shout out. Shout out shumë i talentum. Bejti, atë kanë zili estrada si do mos gjenia femnore? Më shta dosh mi vet ata ose ato. Okej. S'ke bo bashkëpunim me... Shumë më të s'ke bo bashkëpunim me dikana. Valla, më të kallëzu drejt, po kam qef mas shumë mu fokusu të vetja, dyqysh me ardhë me një kulminacion ku unë jem shumë rahat adin, edhe e ku marrë që atë fan bazën që Okej, meritoj. ja. E tani mas nej me bo pse ju mëre bashkëpunime që shjo. Verës sidomos, më pëlqen me bo bashkëpunime. Pse verës? Se vera ka një qasi vibe dyqysh për bashkëpunime. Një për sa e vibe ma- bashkëpunues. Ma dhesta, ma reggaetona, ma abdin. Që është zgjallë një bashkëpunimet? Po më varet për projektit. Ka në shojmë. Yeah. Me kam bëz me nën që i kështë shku një kong bejtis. Me Chris Brown. Oh. Yeah. Nuk e di vëlla, me të kallëzu drejt që tash ma shumë i ma Bad jena Bunny. fokusu në kong ma reggaeton dhe me thonë ma verore, ma energji. Tash Okay. çka bëhet me kënë bëhet, nuk mujna me ditë la. Tu po. Yeah. Unë e menoj që shkoj me krejt. Edhe Se për di me shtatën bo, Muhamedit? po për shtatë në shumë me zona, kështu menoj one, se do lloj zhanër mëj me bo, për që ata edhe besoj që kështë do diçka nice. Edhe me Muharrem Ahmetin. Valla, na i faj refrenit fort, ashtu. I pak si në telefon, e tani me alshu zonë. Ose me Tepër nice mondin video, e shtullën. E ki fëshqa. Po? Mondin e shtulla. Po. Ja. A jetu ja thonë emrin mira? mos. A mirë që mond mirë. Vesh në herë glishe bejtion, nuk ka shonë, sa dy herë. Valla, ka mënu to, tu ka thorë, Të ka thorë. A ke bo, shqiptarë këtë bojnë kosin që e bojnë im, e unë kam harru me abo që ato. me përzi, a? Okej, e kena një segment që thirët 15 për 1.5. Ku qa kilometr Zot një këpytje. Kom ja Veç mos bo, është matematikë, kom se- ja bo 15 pyetje. DJ në zajna gati. Hajde, shkojna, bëz mas pari me ty. Kush është mas prad në familje për suksesin tënë? Kejt familja. Këtë La bejti? familia, po la familia. Na i kush specifik jo? Edhe buci, Okej. Bejti të shëkon superhero, kush është shëkon? Batmani dyqysh. Ose Wonder Woman ose. Catwoman. Catwoman. O t'galla një dhe në Ja, tranove. s'pomoj. But, Bocmeni. Butsman. Spider-Man. Për në me. Valla ekspedicion. Okej. Sukses në karriera dashni. Ti e burri martu më së Po, përgjesh. po. Karrierë. Karrierë. Ose në dyja të bëm, se jo. Ti një mes besën dashni harrova. Ka Në bim. kanë ke dojë dhe që pas ke full për mu kejtë sana që të i ditë. E dëndë me kërë. Bots kër je bored, çka bënë? Shkruj tekste. Okej, bejti. Ilona. Menoj që Ilona, sharot të bejti. Pasha zotë e klozerati. Okej. Zdi që shaurën e pastroj më do këtë që ashtu. Sa rrën të shmas shumë dikështë? Se kom një se s'kena orë në banjo. Merë një timer, Leonën. Kjeri preferu më bëtë? Kjerri preferum Ferrari. Ferrari, di unë pëse Ferrari. Fer, për mu për sheja. Porsche, okej. Ushqime që e kështë ongër për çdo ditë tjetës tonë që ose ishtë doshtë me zgjedh. Vish në sen. Ushqime, Vo. vëlla bash, mas leti, po thonë bo. Zima në sy asysh. Omlet. Omlet. Ja. Omlet. Okej. Edhe te ja? Dhe jo mërë kjo lakuma. Lakuma Po tash që u do pësës. Ja zvanë o lakuma. Okej. Kritika është ta e menaxhmenti mos shumë të edhe për ty kritika që e bejtis mos shumë të. Me punu ma shumë, halo non stop. Me Work, qitë work, TikTok work, ma work. shumë. Bravo. A lejzën TikTok bejti, ja? Ja, së është po normal. Ka një herë kom ka një ku që postoj çdo ditë, ka një herë veç nalna stopoj, postoj.
Tani pi hupa jo para algoritmi atë në qysh video e viewsave sana. Po hupin like. Po dohet me majt. Okej, qa ki fobi bot? Fobi, nuk kam gjartë në nështë. Gjo, okej, edhe në kam gjornë. Beti? Unë luan. Do dhonë ujën. E kam qenin fobi. E kam një farë histori e shumë. Më ka një këti për shumë. Mitrovita. Ja 15 po, vëllan, me në gjez. Ta së më të qenë Mos t'i shku një farë plaku me një krëq. Mos të kom burimi. Sharam të burimi me kroqe. Okej. Filmi preferum bejti? Hangover. Komedi. Baba. I love it. Atë pëlqen? Po, Pa sara kom këshirë. Bot? Fast and Furious. Muziket me Ferrari. Ferrari. Ferrari Kosaro. Bejti, që fëse ju që të karrierë, shka? Trajnire fitnessit ose mjekën ajsan. Cool. What, train with me, Bejti, personal Marok, trainer. baba, shumë Marok, po. Okej, bot? Nështë ta basketballist. Wow. Më pëlqen kërë. LeBron James. Okej, shprehia ma weird që e ki, Bejti. Ma weird. Yes. S'po di. Unë jam weird kështu në fletësana. Allaj po. Hajtë të S'po di regana më me ta cek në një. S'po të kujtohet, a? S'po më kujtohet për momentin, jo. Hajtë që të kujtohet, thuja. Ani, kry. E lo për fund pak. Po Okej. di jo laso në shpërhit që kom të keshën e sanë. Çuditshme. Çuditshme tha, a? Weird, po, që të shme. Weird, s'po di jo la. Okej, shkoj me tjetrën. Sa në fundit që ke bo Google Search? Google search. Chat GPT, po çfarë Google Chat search? GPT, whatever. As lodhën peshit tu në tutën ditën, a? Po ja. Se apo lodhësht e këshe e pesh. Po në zdinat. Që më thama që zdinat. Bus. Diçka lufta Amerikë-Iran. Pas ke hi fell, vlau. Okej. 5 vite unë ka që me lumë pasha zote. Qa ki, vlau. Do të thonë, bon TikTok asë si dijet kur kryet. Jo bre qfar jo, i shoha. Shoha se ka qatë pat. Bejti, cila është fjolla që e përdor kur shon? Shoharja. Po kur... Hafket në ashta. Kur në to është farë gjendje emocionale ki. Së më rënë për thani vend, dëza të ha bukën. Që që thojnë The Craft. Me zekra. Angry në ashta, pak nervoz ashtu. Okej, but? S'po di jo la. Nuk ka që kam në farë. Reagimi. Okej. S'pas ka reagime. Pas ke reagime. S'pas ka reagime. Edhe që ke e fundit është Bejti s'pja bëj. Hajde. A e këshelon karrierën për lidhje. Asnjëherë. Okej, falënderit. Këto kem pyetjet e shpejta me Bucin edhe Bejtin. A mos kam qare pa a thonë, plot intervistat të gjyrë se ke marrë iri për lidhjes, qa kjo punë? Kur do mu martu shik? I ke bo do vjetë? Mos bëj Ai gore po me. A mu Ja, për një se- me, kështu në duket hiç se ki në target Unë jam që ma hustle mode, menoj. Disa të arriti që aty ku du, mas nej nashta e kom na i farë qëtësi e dikur 40 shi. Okej. S'po di. Të lër djali ideal apo prince me kolit bordh për Bejtin. Ku, a ka halo që si. Ta vjo me Shkoj të kolin marmin. me Ferrari të bordh. Edhe Ferrari e ko kolin. Ideal, s'po di, valla. Më unë për 7 mu dyqysh lifestyle që e bëja, në më kuptu me kun tip Okej. chill. Ma shumë që shto. A kështë date na i kanë qik nën, për shembull që artist se ti? Jo. A jo, a? Jo, se di pse. Për pas Chris Brown, kërkon. Pa ta pruq të Chris Browni nuk e lo. Allah i mirë i shkon. Dhondër Mitrovice, Chris Para me lo. Brizi. Me sa tu, ja, me sa. Në lojt trejt që s'tu shku me tërcitën atë. Chris Brizi. Okej, nice, shumë nice, nuk nice, ma. Jeni pipa ki kombojt shumë. Shumë dzet, bre. Stash i Ka qesëm, lepit ma. stash i qesëm A kene mullat. i marë femi, që shkët që të shti. Ama u knaqëm valoj, super muhabet, do të Po, shku. tepër nice, shumë easy going. A për që Koke. të thejsha ma herët me ardh, po te... Po të kalzova që gripi. Gripi. Nuk po moj, bra, nuk po moj. Folëm për kongën e fundit, për fund, telefon edhe me qajt, a? Po. Që zhupëret? Me qajt në telefon. Se se ndrut, çdo. Se zvi që ta shumë alë me në sekund. A ke qajt në në telefon Bejti? Për na i lajmë gëzushëm, po. Kur pat lind motra jam që e ku marrë vesh që A ka mbi gëzimit, giving a? birth.
papa i po, dyqysh se Okej. kom fëmija i po në familje tonë edhe kom kajt pikëzimit po. Okej, nice. Që shupret konga? Konga mirë valla. Nice është to E ecë në ka- TikTok. To e llogarit që janë ke klikime të rill kështu. Nice, mu po m'pëlqen. Edhe një sen që një me e kena nuk blejmë klikime me rajt kërkan. Okej. Dhe me thonë që aty njerës mujnë me pasë na kena kongë me 3 milion, po kur ti me këshyrë që ajo kongë i ka 3 milion e din që gjithë qysh e keni. Oh, Edhe kena kongë që i ka veç 200.000, 300.000, se njëjtë sikur jashtë që zblejnë, me nej që ajo është forma që ti e sheh dhe suksesin tënë. apo Po rrë dyqysh se audienca me rran vetën klikime është pak? bre, Jo, shumë insecure. Unë me nej që tash njerëzve që kanë kuptu, se ti Kanë nëse nuk e kuptu, ki ngu një kongë kur edhe të thëmën e qërë 20 milion i ka ti, Dyqysh TikToku ta bën radarin sot. Nëse s'ka lez në TikTok, dyqysh ku i bone ti Facts. 15 milion, 20 milion klikime në YouTube. Dyqysh në YouTube s'rën kërkosh bre, dyqysh nuk mo. është e logjik me mua. YouTube Aman- ja u bu si Facebook e pak vish për YouTube, ja. hallë. Po. Fix, dyqysh do hitet shqip 2026 edhe ta ngon dikush aty kush e ka shti. Shqipet. Hitet qep. Ja, menoj që në TikTok që tash është krejt trendi, gjithçka që abohet, risia është në TikTok. Oh. Ja. E pse 2 kong në një? Po se u konë ko që i kena buhet të dyja kongë, edhe kena Dyjat na thonë kanë pëlqy. pse mos me Edhe qit janë dyjat. shku dyqysh janë konë ritmet si të njëjta edhe veç që kena qit, kena pas që më kom pak më aktiv nashta. Cila u pëlqy më shumë, e kam Telefoni u pëlqy telefoni më më shumë. shumë. Po. Telefoni u pëlqy shumë më shumë. Qa është next? Next. Po pret që ne, ki. Pret ne. Zemër po që ki. Po që ki jam në konga. Po që ki. Ti zërë ki. Okej, apo Ka, përformojnë sa atë nice. telefonin? Mhm. Pe marrë që të ndorë telefonin. Moj se po ta marrë dikush. Po ta marrë dikush atë telefon. Okej, dëgjues të dashur, kjo është konga e fundit për sot që e ka përgatit Bejti bashkë me Bucin, konga edhe ma e re që ka dal telefon. Stream it. Loti. Ta shumë ti zdo na telefon, për se kapi. Kapi mëre? Mire di që Se jem katë kapi. mungoj, që jem katë mungoj, djeni nati. Ta shumë ti zdo na telefon, për se kapi. Kapi. Që jem katë mungoj, djeni nati. Zemra jem mos rej për ty, jo nuk rej për ty. Shumë kam dash dikur, tash gjithë shka mes ne shukry. Zemra jem mos rej për ty, jo nuk rej për ty. Nëse s'ti kthejon, një ka edhe ka me t'vrati loti jem aman e meriton ti. Se ka me t'vrati loti jem aman e meriton ti. Zdo na telefon, po se kapi. Se mire di që jem katë mungoj, djeni nati. Ta shumë thirë, zdo na telefon, po se kapi. Se mire di që jem katë mungoj, djeni nati. Fest, më të kjo gjelozia, kanë të loti, ki të lotë mia. Më të kjo gjelozia, qfar idioti, shumë i rëdia. Zdo na telefon, po se kapi. Se mire di që jem katë mungoj, djeni nati. Pse po t'vjeni nati, fi? Dhe shumë thirë, zdo na telefon, po se kapi. Se mire di që jem katë mungoj, djeni nati. Dhe shumë thirë, zdo na telefon, po se kapi. Se mire di që jem katë mungoj, djeni nati. Bejti, qel ma telefonin të lutën. Të lutën më thërë. Super artistja Bejti. Live në Radio Dugardini or studio. Ta shumë thirë zdo në telefon, po s'kom bateri. Opa. Se ta kisha kohë. Se ke muer. Bejti, fanderët Ej, shumë. shumë falenderit, shumë u knoqa. Tepër nice
vibe-it. Shumë nice. Faleminderit shumë edhe Suksese, s'na ka qillu kërgjën. me vete. Po, sinqerisht, po u knaqa Prita shumë, ke shumë qëllë. do baklav mu ma prut bajramit. Atin që s'kom hangër baklav që të bajram heq. Sa më re. Se di s'ka qitë kërkush. Si më kohën kërka me bo bajram. As qëtë baklav Se dhe? s'këna qitë vëlla se vjetë, jo. Zakonisht blejna, po Apo bleni apo gatune. vjetë ka pak. Zakonisht. Qa po thot visare, are, o qaj pas ka. Apo wake ja? Are. Apo Bravo, Are. vjen gnej bojmë lavlo. Se Kjo ka dash më. po se unë mze pak. Ama ore ti kur po kam artista djem nuk po fol. Mos ma luj gentlemanin këtu. Ja, ko ka simpatik edhe emrin e pas ka të mirë. A? Na të begenisëm të Jo se kap. Amo ore nuk e kop telefonin bejtia, le vla. Leket var punë, nuk ta qeli. Më lëndaj. Po më lëndan. Amo na s'pjellojnë, a me shku se e kom në përfund një garë që kene me bojë Hajde, dhe. da. Kush po bën skleka mas shumë të. Seriozisht, a? Jo, kjo është pjesa e DJ Enzit. Enzi kom ilshu 5 bita, edhe ju keni mja qëllu anglisht. Kush e knan edhe cila kongë. Inshallah mbind krizë kënja di. Amo vish 5 sekonda kom ilshu se na kop copyrighti, nuk Hajde, gëzojnë hajde. Kështu që ju dë jeni në garë. Kush Të me pja thonë qëllan? dët, a? Po, kështu Po që t'jepi. me ka Mësë ma mërti. me ka 50 euro. Hajde DJ në shkojna. Inshallah si ka qishë. Bejti dhe se buci. Konga Rihanna, porë. na, Rihanna. Na. Emni kongës? Want Jana you vina to dhe. make me kuku. Girl in the world, diçka. Qau kumbra? Who runs the world? A? Po. Want you to make me feel like I'm the only girl in the world. Like I'm the only man that you ever love. A capella. 1-0 për Bejtin. Shënon gol nga penaltia. Ja, po fiton mëre Kosova? Kismet Hajde, zote. let's go. Unë syri futbol pësa, qa? Qa ka ndohë? Jo, waterpolo e loja. A? Water qa? Waterproof. Po në mu shto. Po që e veshën këzhni, në kurë. A, qëto ma ka bo një njeri shumë nice. A mo shumë effort për. Për mas shumë bejti. Për një me? Se më kërsiti shpina, ma. Shumë të kini një fina. Bejti Shout out to live. Adheo. Stress. I love him. 5 euro e kena sharat. Kejtë Rihanna kë, bre. Mos di qa poshtë. Hajde shkojna me Hajde. kongën e dytë. Enz. Oh, baby Justin Bieber. Justin Bieber. 2-0 për Bejtin, ma i shpejt zotë. Lire. Okej. Hajde në shkojna me kongën e 3 minuta 60 dëgjues të dashur. Beyoncé. Oh, pret. Okej. Ku s'pëm kujtu. Boc. Pelio, Bejti. Hajde. Oh. Po është zotin. Shua dhe njëherë, shua. Ku s'pëm kujtu të ambre, hej, pa në kongën këtë di. Po më thëmoj gatën anolin. Copyrighti. E hangër copyrighti. Shpak që... Për pora u të S'po shëmbim kujtohet syfë, tash mi emri copyrighti. Beyoncé kënën. Shansin Kanye më West, syfë. apo? Beyoncé. Qysh me Kanye West? Bërë Të njarë. Modok. Oh, nëna. Crazy Love, a? Crazy Oh, Love. sa- As njërë s'ja keni Crazy shluq Love. sa. Ama në dita që Beyoncé pe Ja, kënë. do të Këtë dhamë, kongën e po. di veç emrin s'pjavë E, s'po veç Kongë be di po zoni s'o më shkënë. Hajde shkojna me kongën e katërt. You used to call me on my hot Ashtoja pas ke vjen Drake-et e ta pumpir dhe në telefon. Drake e një shumë. Hotline Bling. 3-0, hat-trick. Hat-trick. Bos, kërkasje. A jem të ushtim me bucën, a? Po, dhe. Unë më që. Ja. Se me në. Okej, shkojna me Ide sa me nova. sanin e 5. Qto se del gjenzia me këtotën. Lean back. Fat Joe. Se keni ishto? Kjo është, po më rekum një, to e kam bu shumë njerës cover tani, këtë bitin. Lean back, Fat Joe, Fat Joe, Gjerol. Lean Back, po. Buci i din këto son njëm dy mish.
Unë këto tjera, Justin Bieber e di. Fitore për Bejtin 3-1. Ejo. Kjo ke ketë për sonde, a keni diçka për fund? Kres faleminderit shumë. Shumë faleminderit Ti për urojmë të fesin. gjitha sukseset e botës. Thank you, Buzi, Sa shumë. ma shumë artista, edhe qapo kam qef në ashta prej artistave, ata që janë pak më matin sken, mi ka lëzu do heka që i kam pas në fillim që më konë pak ma inspirus për artistat e ri, që të sanë kësha pas qef me prutin podcast. Okej. Me bo pak ma humble më konë. Oh, Aden, me pa edhe na që kanë heka ta edhe, apo kuptën që shka rrjedh që kanë ardhë deri që aty ku janë sot, kisha pas qef me një historit e artistave që janë big tash. a menon që artistat edhe hezitojnë mi kallëzu hekat pak? I mshefin në par mënyra, jo? Aj, s'po di, qysh në ashta krejt kërkër si kalzëm, po dësene në ashta i shkon nice, më kon bak ma inspirus për artistat ri, pse jo? Oh. Po dhe se kërkër nuk ka më rri pe fillimin me koni Po sukses shumë. normalisht që jo. Janë dhe farë faza që... Faza, po. Po, Okej. s'ka kisha pas qaf shumë me një këtu. Mas Thank është you. podcast edhe mas është ma chill easy. Yeah. Falenderët shumë, Faleminderit Bejti. ty për Faleminderit. thesën, shumë faleminderit. Shpresoj që jeni knoq. Tepër. Shumë i naknoz. Falenderët shumë me neve kanë Bejti edhe Buci, TikTok Studio. Dëgjues të dashur të Radio Dugagjinit, radios numër 1 në vend. Falenderët që na dëgjut me mu Fesjonikun, Or Studio, DJ Enzi, Trimi, Ori, i cili sot ishte në një flirt mode, po nuk e di sa funksionoj. Kjo ke kejt, na vetë shihemi javën tjetër. You are now listening to our studio. Our studio.